sikur thot kryeministri Mickovski, apo ajo është një zvarritje për diçka që ju takon? Tash nuk e di unë prandaj them, e drejtë natyrore dhe drejtë juridike janë dy gjëra që kundërshtojnë njëra tjetrën. Domethënë, të drejtat natyrore janë ato që i them unë. Neve na takon edhe gjua, na takon edhe drejta e përdorimit të simboleve e kështu me radhë, e drejta juridike është diçka tjetër. Shiko, në Kosovë keni nenin 5 të kushtetutës ku thotë gjuhë zyrtare në tërë territorin, shqipja dhe serbishtja, me enklavë 3% sipas kësaj karte që flasun. Të kartës evropiane. 3% edhe ajo po mban brenda kushtetutën, presidentin e gjithë tjerët. Po të dojnë në gjuhën sërbe do t'ja japësh. Edhe në stema shkruan, edhe në stemat e çdo universiteti, gjithkund në tabela e ke gjuhën sërbe. Domethënë është e garantuar me kushtetutë. Ne në 5-2 në Kosovë është me ku janë shumicë. Po shumë si thonë ne 20% e kam duçë, edhe po të ishte 20% në kartën renale ne duhet të ishim 8 përmues. Në Kosovë nuk jot 20%. Ku janë me shumicë, sepse shqip sa mirë e kanë kuptuar kushtetuta e Kosovës, se po të jetë 20% në tërë territorit ti duhet ta bësh 8 përmues. Edhe nëse aspiron në Unionin Evropian, unë nuk flas për sisteme totalitare, fatkeqësisht maqonia aspiron Unionin Evropian, ndërsa në koncept mbetet shtet totalitar, me cungimin e drejtave të një popullate që është në numër e dyta, ta themi kështu zyrtarisht. Duke ndjekur ende politikat sërbe. Fatkeqësisht maqonia ka mbetur në hurdhën ta quaj kështu të politikbërjes sërbe ndaj shqiptarëve. Ende vazhdon mos dalë nga ky parim. Prandaj po them, në aspektin natyror është shumë e natyrshme që ne të flasim shqip. E nuk kemi folur ne që 500 vjet, që 1000 vjet. Ne nuk kemi folur ndryshe përveç shqip në shtëpinë time. Edhe në për fshatra, edhe në për gjuhën e përditshme. Po institucionalisht ne kemi pasur një trajektore shumë të çuditshme të përdorimit të shqipes, flas për aspektin institucional. Edhe këtu përkon ajo që është me Kosovën, neni 2-5-2 për pakicat, dhe prandaj ne quhemi, e kam thënë edhe më herët, ne nuk quhemi kom, ne quhemi kompsi. Edhe në Jugosllavi, kombet kanë pasur drejt nëse prishet federata, kanë qenë shtet për mua shpallin, pavarësinë e shteteve. Valizime 200-300 mijë, Malazes ka shpall shtet. Ne shqiptarët 3 milion pa Shqipërinë, s'kemi pasur të drejt të shpallim shtet për shkak të statusit të kompsis që i bie një riformatimi pakicës. Edhe prandaj po them që ne kemi atë përdorim me kushtetutë si që kanë goranët në Kosovë, si që kanë romët e kështu me radhë. Domethënë, e njëjta gjë është në ato vende ku edhe romët ku kanë, serbët ku kanë 20%, po ashtu e kanë të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe. Edhe pse me ligjin e 2018-s i është dhënë një përparësi, por ka qenë marrëveshje politike. Sepse nuk kanë bërë numrat LSDM-ja atëhershme. Edhe ka kushtëzuar qeverisja shqiptare për të sjellë një ligj gjojase. Ktu është problemi. Ktu është problemi që do duhet një konsenzus, një marrëveshje pak më e gjerë. Uroj që Vleni ta kuptoj këtë edhe të mund t'i bëj presion ose të lëshoj qeverinë, për ndryshe ne do të cilemi labirinteve gjithandej, si të cilemi që 25 vjet, si nuk u ka interesuar për arsimin shqip, sepse u kam qenë zëvendës rektor, kam përfaqësuar në shtetin, as një ministër në mbledhjet e qeverisë. Ka 8 orë kam pritur të raportoj, do thotë raportin vjetor të shtetit, dilnin me telefona dhe s'ktheheshin më. Dhe pastaj pse u sollën këto vendime? Sillen këto vendime. Sepse ju thatë që për Vlenin Osman Kadriu, profesori i gjykatës kushtetuese, thoshte që është ashtu, që spajtohem fare. Unë nuk jam jurist, po jam njeri që merrem gjatë kohë me këto punë. Le të më thojë ai mua kur ka shkruar një akt akuz ose diçka në gjuhën shqipe. Le të më thotë vetë ai. Nuk është kollaj të dalish edhe të bosh tellalli një partie politike ose një vizioni politik. Qëllimi është që njerëzit përfitojnë. Le të më thotë ai kur ka lëshuar një dokument gjuhën shqipe edhe unë i kërkoj falje publikisht. Që kam shumë respekt për atyri, është nga vendi. Por nuk guxojmë kështu t'i themi gjërat sepse po krijojmë amolli, po krijojmë gjërat pa vërteta dhe po i shtim njerëzit, pastaj nuk e kupton se cili po është problemi. Prandaj po të ka një digresion të madh. Një gjuhë komb edhe një popull komb edhe një gjuhë absolute
edhe një popull që është pakicë si që jemi ne, pakicë kur them, nuk quhemi ashtu, po quhemi, ato quhen kom, ne quhemi kom psi, që ka shtrikur Titoja, nuk ka ekzistuar si nocion. E tani kemi, sigurisht që kemi edhe përdorimet të cumbuara të Shqipës. Universiteti Tetovës, a e dini ju se me liq nuk ka Universitet Shqip. Universiteti Tetovës është një ex lege është për ligjit. Në vëdhë është një rast i rarë. Maqedonia Veriut nuk lejon në universitet në gjuhë Shqipe. Përveç gjuhës maqedone, gjuhën angleze ka. Kam qenë antar i bordit 8 vjet të akreditimit dhe të avaluimit. Nuk mund të melosë universitet shqiptar. Patjetër 30% do të jenë lënë në gjuhën maqedone dhe të ketë programe studimore, 30% stafi të jetë maqedon. Të gjëra nuk i din mediumet. E nuk i flasin sepse këto telallët politik të paguar po bojnë punën e tyre gjithmonë vazhdimsi, nuk e di ku do na çojnë neve kështu. Megjithatë mediumet janë të kontrolluara gjithandej edhe po bojnë këtë rëmuj që nuk din nesër ku do na dalin. Nuk është çështja më e rëmujave. Çështja se si ti zgjidhin problemet realisht në institucione. Po i lam njerëzit rrugëve, po vazhdojmë duke bërë këto punë gjithmonë, se mbaj me ndun edhe asgjë në fund. Gjithmonë del në fund, po përfiton dikush që i ka bërë punë të lëmsh. Profesor, keni besim që tek zëri i shqiptarëve në qeveri e kanë fjalën, sepse deri tani duke sikur janë fasad, edhe presin që më përpara të flas Mickovski, më pas ata të përsërisin atë që thot ai. Pra, sikur baba i Vlenit është Mickovski, për ta thënë, ndoshta më trosh është rënd. Zotri Balla nuk mund të bësh politik vetëm me ato politikanë që i ke pasur ti gjithmonë, me ato vartës të tu. Ato nuk e hapin fare, nuk kërkojnë klasë intelektuale, nuk kërkojnë si them të marrin nga shoqëritë civile këtu me radhë, domethënë ne po jemi gjithmonë aty ku jemi, edhe siç duket kështu, unë e shoh që nuk din as ta mbrojnë veten faktikisht. Gjithë këto probleme që i ka lënë dikush, sot Leni po i merr mbi vete, që nuk i ka ai se i ka bërë. Me të dyshimet kushtetuese gjëra që janë lënë çum janë bën dymeni, janë bën me marrëveshjen e orit. Asnjë ligj nuk ka qenë funksional sot, në praktikë. Unë ka them shpesh, ma gjeni një firmë në Maqedonisë që në fakturën gjuhën shqipe lishon. Askush. As faktura nuk lishon gjuhën shqipe. Ma gjeni një akt akusi, zoti Balla, kërkoni në gjuhën shqipe. Nuk ka. Ja unë t'u a gjej me mija akt akuza Gjermania që lishon gjuhën shqipe për te. Nuk e di a kuptomi. Tash është edhe problem ndoshta i guximit. Është i problemi mos dijes të gjykatëve apo të avokatëve që u vjen më kollaj ka shablonet në ashtuar, nuk e din gjuhën shqipe, le të kërkojnë ndihmë, unë jam këtu. 15 vjet kam bërë akt akuza, kam bërë vendime, dënime që këtu me radhë, po e jap gatshme. Mund të shkaktoj një reakcion zinxhir e studentëve edhe nga fakultetet e tjera, si mbështetje, por të mbështetur edhe nga qytetarët. Nëse nuk lejojnë që këta profetët e rrejshëm të hynë brenda me satelitet të tyre, se kanë ata. Sot i larguan disa sipas medjave. Unë kam shumë përvojë të këqija nga këto punë. Po qysh në themelimin e Universitetit të Tetovës kështu kam bërë. Domethënë ka përfituar edhe nga çdo pikë gjaku ato ta thitin me pambuj. Janë të paskrupull për arritjen e qëllimeve të tyre. Megjithatë, unë them që koha duhet të jetë duhet të kuptoj edhe Mickovski, pavarësisht se është më i fortë politikisht se gjithë qeveritë e tjera, ka numra edhe bashku me zna.